Shikues të radio televizionit të UTA, u rikthyem në studio për të vijuar tashmë me temën dhe të ftuarin për këtë mëngjes. E dim që jemi në fillim në prag të sezonit turistik dhe patjetër ajo çfarë është më e rëndësishmja për gjatë gjithë vitit dhe çfarë presin qytetarët e Ulqinit është sezoni turistik. Ne kemi nderin dhe kënaqësinë që sot në këtë mëngjes të kemi të ftuar pronarin e plazhit Giovanni Mark Shkrela. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi, stafit TV të UTA dhe juve të cilë jeni çdo herë me aferistët dhe me plazhistat bashkë me ne. Mirë se erdhët dhe ju urojmë një fillim të sezonit së mbar dhe qoftë kë gjithmonë të vazhdoni kështu me suksesa. Na tregoni pak si ka shkuar hapja e sezonit turistik këtë vit. Tashti u tregu të vërtetën unë i takoj një moshës të vjetër, cila sezona turistike në Ulqin ka fillu qysh në fund të marsit, po thuj se në fillim të aprillit dhe ka marru diku në muajin tetor. Sot me 10 ose me 11 qershor me fol për fillimin e sezonit turistik për mua është absurd, por si do qoftë ata çka është na duhet me veprua ashtu sikurse na janë dhënë edhe situatat. Për shkak përket përgatitjes, na jemi në vim, për arsye se kanë qenë disa probleme lidhje me tendere dhe me kontratat lidhje me të mirët e detare, por për atë arsye pa marrë parasysh ata të cilët kanë plazhat me shumë vite, nuk e kanë ndalu hovin e punës, por përgatitjet kanë qenë të gjitha në vim. Si shihni pritshmëritë tuaja për këtë sezon turistik nga ato të vitit të kaluar? Çfarë pritni më tepër prej këtij viti? Po tash prapë është një pyetje shumë me vend, për arsye se sipas disa dhënave të Monstatit, viti i kaluar ka pas një tendencë rëmje në krahasim me vjetet e kaluara, sidomos me vitin 2019, ku na e marrim sikurse një reper, një ndër vjetet më të suksesshme për Ulqinin. Mirë, po për këtë vjet a pak vështirë me ditë edhe me lanë disa doni fare po thuj se një propozim të vogël, për arsye se është vonë, tu fillu është tepër vonë sezona dhe na ala nuk kemi maksimum të përgatitur dhe nuk kemi rezervime që me na dhon një shpresë se ka një sezon shumë e begatshme. Po sidoqoftë na jemi të obliguar të presim të përgatitur. Patjetër, a ka ndonjë risi apo ndonjë ndryshim që keni sjell këtë sezon për turistët? Po patjetër se konkurenca e bën punën e vet. Ne për çdo vjet jemi të obliguar të në plazhat tona të bëjmë ndonjë farë risie, parasysh të mobiliarit, të çadrat, të ambienti i restoranteve, të hyrja e vetë ambientit ku pushuesit akomodohen, por megjithatë këtë vjet, konkret vitin 2025, me qenë se kemi vonu pak, ndoshta edhe risit nuk kanë me kënë ece shumë të dukshme, por për me tërhjek turistët sa ma shumë një në lipet me bon risil diçka të re, që me i befasu, se edhe turistët u bonhet monoton kjo se për çdo vjet shohin diçka të njëjtë. Të njëjtë në një plazh. Po, shumë e vërtet. E dim që kohëve të fundit ka pasur disa polemika rreth tendereve të plazheve në Ulqin. Si e komentoni këtë situatë dhe si ja dolët më në fund? Po, kjo situatë me të vërtet e ka sill një problem shumë të madh të Ulqinit. Ata e ka pa dhe kamera e TV të UTA-s dhe të gjithë opinioni i Malit të Zi. Kemi pas një përkrahje shumë të madhe edhe nga ana e kryetarit të komunës, për këtë rast edhe e falenderoj me këtë stafin e tina. Tenderet e kanë çrregullu edhe organizimin e përgatitjes sezonale për një sezon të begatshme. Për arsye se ne si marrën në sezona në shtator ose në tetor, ne më njëherë fillojmë përgatitjen për sezonën e vitit të ardhshëm. Këtë vit ne s'kemi mujt me hinë
në pronat tona, po mënej në pronat ku jena me qira ka 20 vjetë ma tepër, por jemi kanë të obligum me prit që këta të ndere të kalojnë, të dim se kush ka me kanë pronari i asaj plazhe për aq vjetë, qira marsi për aq vjetë sa është planifikum me kontratë. Vete dini se ta të ndere kanë pak edhe me një kodens jo fort të bukur. Ditën e funit është lajmëru një kompani nga shtetet arabe, cila ka konguru në nëmët plazhat ma të bukurat të Ulqinit. Nuk po thëmë ma të bukurat janë të gjitha plazhat e Ulqinit janë të bukurat, por ma të bukurat prej tyne i kanë toku kompanisë Eagle Hills nga shtetet arabe dhe pronarët kanë ardhur në një situatë jashtëzakonisht të keqe, që nuk kanë ditë as ata se cilat janë hapet tjera për me investu ose me përgatit sezonin turistike për 2025. Patjetër, a ka ndikuar kjo situatë në operimin ose planet tuaja për këtë sezon, sepse na treguat e gjithë situatën në pika të shkurtra se si ka ardhur edhe deri tek vonesa e përgatitjes për shkak të ndërhyrjes ndoshta edhe të shteteve të Emirateve të Bashkuara dhe si e shihni ju këtë? Ka ndikuar të ne, na jemi po mënej 38 ose 40 plazhe në Ulqin, dhe pa tjetër konkret, si kurse plazha Copacabana, Giovanni Beach, San Marco, edhe Barbosa, disa plazha nuk e kemi pas atë problem si kurse kanë pas kolegët tonë. Po na jemi solidaru me të gjithë plazhistat, se kur ishtë në pyetje plazhista, na kemi mendu që jemi një. Për njënin jemi të gjithë, të një zanit jemi qu me mujt me i pas të drejtat e barabarta, sikur se njëni ashtu dhe se cili. Shpëndësoj që e kemi arrit atë qëllim, mirë po tash kohën e funit po marrim vesh se një plazh e cila tropikana, ma vjetra plazh e cila është në Ulqin, ajo i takon kompanisë Eagle Hills Arabarit, me çfarë arsye, jo, ala nuk e kemi të informuar, ala se si jemi të. Sa mendoni, sa transparent dhe i drejtë ka qenë procesi i ndarjes së plazheve? Transparenca ndoshta ka qenë në rregull, sikur se transparencë, por nuk ka qenë në rregull për arsye se ne na kanë befasuar më të parë çmimet, të cilat janë rrit deri në 300% në krahasim me vitin e kaluar. Dhe aty me ato çmime me siguri ata kanë dashur me po më nëjë qeveria, kush mira detare, kush i ka formuar të çmime, me aty pjesën ekonomike të qira marseve shumë e ka dëmtu, se për shembull prej 20.000 euro me çu 70 ose 80.000 euro ose 100.000 euro duhet me punu një muj ditë ose një muj gjysmë vetëm me punu vetëm për qira. E ku janë të tjera të komunalje, ku janë fuqia punëtore, ku janë të tjera të kështu që për këtë vjet s'ma merr mendje se dikush ka hinë plazh për me mujt me fitu diçka. Kryesorja me mujt më dal në pozitiv, në zero pozitiv, se s'ma merr mendja se mundet, alas ka fillu sezona, alas nuk e dim se ku kemi kënë me sezon, dhe jemi të obligum me i pagu, se 20 vjetë kur e shfrytëzon një plazh, se kite me thënë dikush, po pse nuk e lëshon, po për atë lëshon ajo ty, se kur aty e ke investu të në jetën me familje, është një gjë e pa mujshme. Shumë e vërtet. Na treguat që edhe kur ka qenë koha pak muaj me përpara se jemi tash, edhe kryetari i komunës edhe komuna Ulqinit ju ka përkrahur, por tani sa shihni përsëri përkrahjen e komunës së Ulqinit dhe institucioneve lokale? Aty mundë me të vërtet me thonë vetëm diçka ma të mirë që mund me kënë, komuna Ulqinit gjithmonë, po shteti lokal a kanë gjithmonë pranë nesh, edhe na ishte vu në nim
në çdo hap, në çdo sfidë që kemi pas qysh ditën e parë, qysh në kohën e shpalljeve të tendereve dhe matutjeve. Mirë po, për momentin, pushteti lokal nuk mundet me na ndihmu për arsye se i kanë disa ligje të cilat janë formuar dhe janë në fuqi. Për momentin, kur një plazh në Ulqin nuk e ka ala lejen e punës. Ndoshta dikush edhe ban shërbimin se ka një pjesë e vogël e turistëve, por ne jemi ala të pa leje për arsye se çdo objekt i cili është në zonën bregdetare ose në zonën të mirave detare, është i obliguar me bën projektin. Ai projekt do të më kenë reviduar. Për pas revidimit, ai do të më kenë me pas edhe pëlqimin e arkitektit kryesor shtetënor. Me hine atë proces, shpresoj që jo shpresoj, po jam i sigurt që as deri në fund të sezonit s'mundem na me marr ato letra. Është një propozim që na me marr ka një leje të përkohshme. E ata Allah nuk kemi ndjeni, por qeveria ka të ditën e njëjtën duke të mbledhin që me mujt me na ndihmu në atë aspekt që me mujt me punu legalisht dhe me fillu me bë shërbimet e duhura të turistëve. Do të thotë nesër është vendimi përfundimtar për këto. Ashtu e kemi një informat për me mujt me dorëzu, se në Allah si kemi ndërzu Allah dokumentat për me marrë lejen në komunë, për shkak të këtyne çështjeve të cilat janë lajmëru shumë më vonë. Le të ndalemi përsëri pak tek turizmi, tek fillimi i turizmit. Si është fluksi i turistave në këtë fillim të qershorit? Ka turista dhe nga cilat vende keni hasur më tepër? Pak na ka befasu, jo befasu, por na ka knaq to festat për mirë, pozitive, për festat e Bajramit, të cilat pothuajse një sasi e madhe e turistëve të Kosovës janë shpërguar në Ulqin. Ata sa herë edhe një intervistë që e pata në Prishtinë me pyet çka e lidh Ulqinin me Kosovën, thëmë që edhe rrezet e Hanës kur e tokojnë me tallgat e detit, e krijojnë një bindje që këto plazha pa vllazërit kosovar nuk mundën me ekzistuar, s'mundën as me u mbush, se s'ka kush me i mbush. Se na pa marrë parasysh ne pretendojmë me pas një turizëm elit, por 14 kilometra elit është e pa mujtun. Pa marrë parasysh se Allabari është na imruar me një projekt të cilin ne nuk e shohim të realizueshëm, për arsye se plazhat janë në funksion të tana, nuk e shoh se është diçka që ka më na pru një risi tepër të madhe, ma tepër se jemi ne tu sikurse aferista. Me na dhon ne, për shembull, çdo aferistit të Malzi, me dhon ato kushte si ja ka dhënë Allabarit shteti, e besoj që edhe na kishim mujt diçka me punu, diçka të tillë ashtu sikurse e kanë ofruar ata. Shumë e vërtet. Për ju si pronart është 20 e sa vite, cilat do të jenë planet afatgjatë dhe afatshkurtre për plazhin që ju keni dhe për këtë biznes? Kjo tash bashkangjitet asaj pyetjes parë, për shembull, çfarë risie të keni bën në plazhe. Na për çdo vit investojmë dhe normal që në për panajire, në për plazhat të tjera në region, siç është Italia, siç janë Franca, disa Spanja, po thuaj se edhe Shqipëria ka filluar me bën shumë plazhat e bukura, Greqia, edhe na i kqyrim se çka është më interesant për pushkuesit tonë të cilët vinë në Ulqin. Dhe me afat gjatë diçka na lypet me bën disa ndryshime. Mirë po, meqense tenderet janë me afat kontratet me afat për 5 vitëve. Çdo investim që të bësh në plazh është e tepër të bësh për 5 vjet, se ti s'mundesh as kur një par investimit më rikthy që ti me mujt me kanë në zero, se normal që investimet për me dash me ofru një kategori më të lartë të turistave, duhet me investu diçka edhe më tepër. Por na e dim me një pjesë të madhe
janë pjesë të madhe, po 90% ata nuk vinë as për mua, as për kryetarin e komunës, për atë, po ata vinë për plazha, vinë për det, pasuritë e ulqinit për pasuritë natyrore që ne ka falë Zoti, detin, ranën, dhe diellin, dhe na jemi ata të cilët duhet me jau bëmë të shërbimi. E besoj që ulqini e ka një tradit shumë të lasht. Është i njohur për mikpritjen edhe ata, edhe ndoshta ajo edhe i banë edhe matje për që të vinë të na, se kur të këshyrish infrastrukturën si e kemi ne, shumë të dobë, për shkakun se ju kemi rrugat tona të çërmume, të asona, ata s'kishin me ai që vjen një herë s'kitë më kthy më. Mirë, po kur e shohin që e kemi plazhën e mirë, me një herë e harrojnë ata të keqen, edhe mushen me energji pozitive në plazhë, dhe kështu që e besoj që e presim një sezon të begatshëm edhe 2025. Shumë e vërtet. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe ju urojmë një sezon të mbar dhe faleminderit edhe një herë që ishit me neve. Faleminderit edhe ju, inshallah, dhe ju u lepët e mora në punë të juaja. Faleminderit.